kur në fushatë refuzohet pjesëmarrja në betejën e partisë e pas saj kërkohet përgjegjësi, unë e refuzoj këtë logjikë. Ndjej vetëm keqardhje. Dhe në këtë keqardhje më duhet të ruaj dhe dinjitetin tim. Nuk mund t'jap përgjegjësi dikujt që refuzon pjesëmarrjen në organet e vetë partisë, që refuzon betejën më të rëndësishme që mund ta kemi, zgjedhjet nacionale, teksa fërkon duart për një rezultat të keq, për të një sërish edhe një herë për catën herë refrenin e njëjtë. Përgjegjësi jap vetëm atij aktivisti, atij veprimtari, atij delegati që ishte në terren secilën ditë. Atij që trokiti në dyrë, bindi qytetar, mbrojti LDK-n çdo debat, në çdo studio, mbajti barrën e fushatës bisupe dhe nuk u dorëzua kurrë edhe atëherë kur rezultati i rënoi gjithë mundin për një herë. Atyre dhe vetëm atyre ua kemi borx LDK-n, lakmitarëve të karrigave e pozitave vetëm për balljen vlerore deri në fund. Po ashtu, do të them se jam thellësisht i zhgënjur dhe njëkohësisht i shqetësuar me gjuhën publike të zhvilluar nga disa gjatë javëve të fundit. Edhe betejë demokratike ka një standard, një bazë, një vlerë. I thon kulturë institucionale, diçka me të cilën jemi mburrur gjithnjë. Gjuha e urrëties, nxitja e shpifja publike kundër partisë sonë, kundër njerëzve tanë, nga vetë njerëzit e LDK-s, as nuk ka qenë kulturë jona politike e as shkollë e mendësisë rrugoviane. Në mendësinë rrugoviane nuk shpifet. Në mendësinë rrugoviane nuk akuzohet, pa as një provë të vetme. Sekretari i partisë po ndon pozita ministrore për 355 delegatët e kuvendit të tij. Pyetëm sinqerisht se sa i thellë duhet jetë mbledhja individuale për shpërftyruar dhe në këtë mas një raport njerëzor me dikë me cilën ke ndarë vite, beteja e sfida. Sa larg duhet këtë shkuar hidhrimi e sa i madh duhet jetë dëshpërimi që për një qëllim krejtësisht personal të jesh i gatshëm të shpifësh pa asnjë kufi, pa asnjë fakt e asnjë ndjenjë përgjegjësie. Dhe me qenë se jemi këtu, siç dhe më njeni, me lejoni të betohem në Zot, në dhe, në familje, 3 gjëra që i konsideroj më të shenjta, se asnjë nga këto fantazi nuk kam pasur vend në shtëpinë tonë politike. Për këtë dëshkumitar ju kam juve, 355 delegatët tonë, jo 355 ministra qeveritarë.